E tani vazhdojmë tutje me intervistën 60 sekondëshe ku për natën sonte me mysafire jona është aktoria Adriana Matoshi. I ndjekim në vazhdim përgjigjet e saj. Tung, unë jam Adriana Matoshi, kjo është intervista ime 60 sekondëshe për prive. Sigur të zgjohesh në një mëngjes si mashkull, cila do të ishte gjëja e parë që do ta bëje? Ndoshta isha kru. Cili personazh, filmash apo librash ju frymëzon? Filmat e animum. Dhurata që ju pëlqen të bëni? Sjam tip që bëj dhurata. Cilët do të ishin të ftuarit e një darke ideale në shtëpinë tuaj? Shokët e mi më të mirë edhe shoqet. Në cilin epokë do të kishit dashur të jetonit? Në kohën e sodit. Regjisori shqiptar më i mirë? Bekim Lumi. Cili ka qenë roli i parë që keni luajtur? Ti dhe vetëm ti? A ke opinion më të mirë për veten se para 20 viteve? Po. Aktori i fundit që të kalëm pa mend? Mëra me këm këshu një film Denzel Washingtonit. Çka ta ka hyp temperaturën për herë të fundit? Gripi. Në emër të dashurisë, a je në gjendje me i shtu 17 kg? Po. Kush kish mujt me zavendësu në filmin Kthimi? Nuk e di. A të shokirat një mashkull që pështyn në to? Vjen me vjell. Qofse tu kish ofru një rol me skena nudo, a do ta pranoje?